potenciali ke në vreshtari, në bujësi, në blegtori? Na të gjitha, por nuk kemi tregut. Na mungon tregu. Po shoh që ke një mini ferm këtu. Çfarë ke në organikën e kësaj mini ferme që ke ngritur? Çfarë ke? Vetë me krah, vetë me edhe kalamujt e vegjël që janë nga 8 vjeç, 10 vjeç, edhe ata ngasin zetorat. Edhe ata ne vemi narkoj me balla. Ata ngasin zetorat, ne vemi narkoj mrapa me balla. Përveç frutikulturës, keni edhe blegtori. Çfarë keni në blegtori? Blegtori, dele, lop, dhi, dera, gjitha. Po në frutikulturë sa rrëjnë ke gjithse? Në frutikulturë kam 300 rrëj hurma. Kam 900 rrëj mandarina, portokalle. Po prodhimi shkon kot. Po pse kot? Po shkon kot se ato je prodhojnë shumë, se na puna që bëjmë ato prodhojnë shumë, edhe s'ke ku qënë prodhimin. Se nuk është që kam i rraj apo 2, vete ta shes në rrugë, apo me shporta si dalin fshatarë. Çfarë do të kërkoje ti si ndim nga ana e shtetit, Fredi? Po tashi tregjet janë private. Tregjet janë private. Nga ana shtetit mund të bëndë këto, gjithë nga subvencionon dhe e qik naftën, ajo do ishe më mirë. Po me gjithë ato në po qaj me forcat tona. Ndër tash i ke patur ndim, të ka ndihmuar shteti me... Palla jo. Po s'ja kam nevoj, nuk e kam pas nevoj, nuk i kam blerë di gjitha me lekët e mia. Me punën time. Fredi, çdo ditë të javës e ke të ngarkuar? Ku ka ditë pushimi, mërë? Ku ka nga mjezi deri në darkët, tash i do filloj korrja e balit në fushë atje, se u kam afërsisht mbi 200 dylym tokë. Që e kom marrë njerëzve me qera, plus të mijat. Atje tash i do ven 20 orë, do vej do e mbledhi, një tjetër do vej do lidhi, 20 orë atjerë do ven me rimorgjo që do narkohen ballat.